Ekipa në Entri ka zhvilluar një landing page për Art Cafe, ku është menduar të përmbahet të gjitha kërkesave që janë nga fillimi e deri në fund. Në landing page kemi përdorur ngjyra kryesisht të përdorura në logo të Art Cafes. Në momentin kur prekim order në navigation bar, do të na dërgoj në login form ku do të kyçem nëpërmjet akauntit që jemi regjistruar për të futur në panelin e userit. Në hapa në vijim mund të bëjmë shtimin e produkteve në shport, po ashtu dhe nëpërmjet butonit Customize mund të shtojmë produkte ekstra ku do të ndryshohej çmimi i produktit. Dhe në fund kryhet procedura e pagesës me cash, credit card, loyalty point, ku do kemi mundësinë të përcjellim statusin e porosisë. Në anën e djathtë të ekranit kemi panelin e stafit, ndërsa në anën e majt kemi panelin e userit. Në momentin kur pjesëtari i stafit e prek butonin Ready to pick up, statusi i porosisë në panelin e userit do ndryshojë dhe do i shkon notification që porosia është gati. Po ashtu useri do ketë historinë e porosive që ka bërë më herët, ku kjo feature do mundëson nëpërmjet AI rekomandimin e produkteve të personalizuara të userit. Njështu mund të bëhet filtrimi i tyre në bazë të all completed cancelled. Tash jemi në panelin e stafit, ku bëhet menaxhimi i ekosistemit të biznesit, si për shembull menyt, tavolinat, porosit, gift kartat, produktet, userat, wallets dhe transaksionet, ku secili prej këtyre kanë krijimin, përditësimin, fshirjen dhe analizimin e detajet të dhënave, ku njashtu kemi filtrime të ndryshme si search bar dhe ikonën afër search barit që mundson filtrimin në bazë të statuseve dhe kategorive. Dërgimi i gift kartës është live në momentin kur useri bën gift për një user tjetër nëpërmjet web aplikacionit, ku paratë që dërgohen të userit caktuar do të aktivizohen nga ana e userit nëpërmjet key apo kodit që vjen në emailin e tij për të realizuar pranimin e gift kartës. Mbi të gjitha, web aplikacioni jon është responsiv në të gjitha ekosistemet.